Data 1 prill njihet në shumë vende si dita e gënjeshtrave, po ashtu edhe si dita e budallënjve. Sipas shpjegimit të profesor Joseph Baskin, një shakaxhi i quajtur Kugel i tha perandorit se ai mund ta drejtonte më mirë perandorin. Perandori e mori me të qeshur këtë gjë dhe e lejoi Kugelin të bëhej perandor për një ditë në datën 1 prill, të cilën Kugeli e shpalli ditën e gënjeshtrave. Aldo, Kelly, Gjesti dhe Egli kanë qenë duke biseduar dje në mbrëmje se si t'ju punojnë një reng banorëve të tjerë për 1 prillin. Praktikisht në këtë 24 orësh çdo gjë që thuhet është gënjeshtër. Gjesti do thot për herë të parë të dua, tha Egli me ironi. Ndërkohë që Gjestit i pëlqeu kjo ide dhe filloi të thurtë planin, por Egli e ndaloi duke i thënë se nuk do t'ia ndiqte lojën. Mos e bëni se unë nuk luaj me këtë gjë. Nuk e bëj unë të tallem me veten time, jo nuk e bëj. Dhe unë e thash me ironi atë, tha ajo më tej.